Vëllezër, nga gjërat që e ka obligim çdo besimtar në jetën e kësaj bote është të qenurit i drejtë në këtë besim. Është një nga detyrat e domosdoshëm që kërkohet për njeriu, për besimtarin, që të jetë i drejtë në këtë besim. Të qenurit i drejtë në këtë besim do të thotë të qenurit i drejtë në rrugën e vërtetë që Allahu i lartë madhëruar na ka caktuar neve në Kur'an. Dhe mos të devijoj majtas apo djathas për këtij besimit. Kanë ardhur shumë ajete kuranor që Zoti xhelel xhelaluhu kërkon nga ne besimtarët që të jemi të drejtë në këtë besim. Allahu thon në Kur'an, prandaj qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je urdhëruar. Pra Zoti thot, prandaj qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je urdhëruar. Kurse në një ajet tjetër kuranor Zoti thot, esni në rrugën e drejtë, që të çon tek ai, pra tek Allahu, dhe kërkoni falje prej tij. Në një ajet tjetër Zoti xhelel xhelaluhu na tregon dhe i bën thirrje besimtarëve me këtë ajet duke thënë në të vërtetë atyre që thonë Zoti ynë është Allahu, e pastaj thot vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do t'u zbresim engjëjt para vdekjes, e do t'u thonë mos keni frikë, as mos u pikëlloni dhe gëzoni xhenetin që u është premtuar. Pra Zoti xhelel xhelaluhu kërkon nga çdo besimtar prej nesh të jemi të drejtë në këtë besim. Ka ardhur një hadith tjetër i profetit alayhi salatu sallam i cili na tregon që besimtari duhet të jetë i drejtë në këtë besim, kur një sahabi i nderuar i thot: "O i dërguari i Allahut, më thuaj një fjalë në fe, pra në këtë besim, që pas teje mos e pyes askënd." Atëherë tha profeti alayhi salatu sallam: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Tha profeti alayhi salatu sallam: "Thuaj o njeri, besova Allahun dhe bëhu i drejtë në këtë besim." Pra bëhu i drejtë në këtë besim, që do thotë se të qenurit i drejtë në këtë besim është baza e lumturisë dhe është rruga e suksesit dhe është ngritja në grada në këtë botë ashtu dhe në botën e përtejme. Do të thotë që të qenurit i drejtë në këtë besim do të thotë qëndrueshmëria në këtë besim duke ruajtur të gjitha ato urdhrat dhe ndalesat dhe duke i zbatuar ato urdhrat sa është mundësia dhe duke u distancuar nga ndalesat plotësisht. Kjo është kuptimi i fjalës të qenurit i drejtë në besim. Të qenurit i drejtë në besim, vëllezër, pra ne duam të jemi të drejtë në besim, janë dy element kryesor që e ndihmojnë njeriu që ai të jetë i drejtë në këtë besim. Kush janë këto dy elemente të cilët e ndihmojnë njeriu që të jetë i drejtë në besimin tek Zoti xhelel xhelaluhu? E para është të qenurit i drejtë zemra, e dyta të qenurit i drejtë gjuha e besimtarit. Na tregon profeti alayhi salatu sallam një hadith thot i dërguari i Allahut thot la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu. Nuk mund të jetë i drejtë besimi i askujt derisa zemra e tij të jetë e drejtë. Dhe pastaj vazhdon dhe thot, dhe nuk mund të jetë thot e drejtë zemra e tij derisa të drejtohet gjuha e tij. Thot profeti alayhi salatu sallam. Pra na tregon se këto dy element janë element kryesor që e ndihmojnë njeriu që të jetë i qëndrueshëm në këtë besim. Që të qëndrojmë pak e para, qëndrueshmëria e zemrës në këtë besim. Pra çfarë do thot fjala qëndrueshmëria e zemrës në këtë besim? Do thot që zemra duhet të jetë e mbushur me besim. Zemra duhet të kuptojë ngjeshmërinë ose do të kuptojë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut xhelel xhelaluhu. Kjo është dituri e zemrës, nuk është thjesht ti e shpreh me gjuhën tënde. Jo, është dituri zemre. Pra që do thotë ti duhet të friksohesh, ti duhet ta duash, ti duhet të mbështetesh, ti duhet të shpresosh ke Zoti xhelel xhelaluhu, të duash atë që do Zoti, të largohesh dhe distancohesh prej asaj që Zoti nuk e do dhe nuk e urren. Ti duhet të largohesh. E gjithë kjo është ke zemra. Sepse nëse zemra e do Zotin, bën atë që thot Zoti. Nëse zemra e do Allahun xhelel xhelaluhu që thot Zoti, unë e du këtë gjë, zemra përpiqet që ta realizoj duke reflektuar ke gjymtyrën. Prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam 13 vjet në Mekë që qëndroi në Mekë u mor me çështjen e zemrës. Se njerëzit thonë nuk besoj, po ke zemra se çfarë beson ti ne nuk e dim. Atë e di vetëm Allahu xhelel xhelaluhu. Ose se sa zemra është e drejtë në këtë besim,
Profeti alayhi salatu wasalam po na tregon dhe na thot se zemra është një nga elementet kryesorë që e bën njeriu të jetë i drejtë në besim. 13 vjet Mekë u mor me çështjen e besimit. Po çështja e besimit ku është? Është në zemër. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam 13 vjet Mekë u tregoi dhe u shpjegoi njerëzve besimin e duhur. Fjalën la ilaha illallah, sepse e dinte se Zoti xhelel xhelalu na thot neve në Kur'an, ditën e Kiametit nuk i bën dobi njeriu, as pasuria, as fëmia, as posti, as gjë. Po kush i bën? Vetëm ai njeri që do i paraqitet Zotit me një zemër të drejtë, të pastër. Pra zemra e drejtë. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam na tregon që zemra është një nga elementet kryesorë që nëse është e drejtë, do thot e ndihmon njeriu që të jetë i qëndrueshëm dhe i drejtë në besim. Thot profeti alayhi salatu wasalam, në trupin e njeriu është një copë mishi, nëse ai rregullohet, i gjithë trupi rregullohet. Nëse ai prishet, i gjithë trupi prishet. Kjo është zemra. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar ne që çështja e zemrës kërkon përpjekje, kërkon sakrificë, kërkon vëmendje, kërkon gjatë gjithë kohës ti therrasësh zemrës që ajo gjithmonë të jetë e drejtë në besim, se përndryshe reagon ikën, largohet dhe devion. Prandaj thot Zoti xhelel xhelalu në ajetin kuranor, thot qad aflaha man zakaha. Thot Zoti, vërtet kushdo që e pastron zemrën apo dhe shpirtin e tij do të shpëtojë. Kur kjo zemër pastrohet dhe kur kjo zemër është e drejtë, do thotë se njeriu do të jetë i qëndrueshëm dhe i drejtë në besim. Kjo është e para. E dyta, të qenurit i drejtë në gjuhën e tij. Të qenurit i drejtë në gjuhën e tij që do thotë njeriu e angazhon gjuhën e tij me gjërat e dobishme. Me ato gjëra të cilët i bëjnë mirë atij dhe e kufizon ose e frenon gjuhën për gjëra të cilët janë të padobishëm ose që e dëmtojnë. Prandaj Zoti xhelel xhelalu na thot në ajetin kuranor, o ju që keni besuar, ittaqullahu wa qulu qawlan sadida, keni frikë Zotin dhe flisni fjalë të drejta. Pra Zoti xhelel xhelalu na ka treguar që ne gjuha jon do të jetë gjithmonë e drejtë, se duke qenë e drejtë, do thot e bën njeriu të jetë i drejtë në këtë besim. Pra ketë qëndrueshmëri në këtë besim. Ka një hadith profetit alayhi salatu wasalam i cili na tregon rëndësinë e gjuhës, që nëse gjuha devijon, është problem sepse reflekton dhe ke gjymtyrët. Thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith thot, çdo ditë që gdhihet njeriu, gjithë gjymtyrët i thonë gjuhës. Thot ki frikë Zotin. Ne jemi pas teje, nëse ti devijon, ne devijojmë, nëse ti drejtohesh dhe ne drejtohemi. Pra për ta treguar se gjuha duke qenë e drejtë e bën njeriu që të jetë i drejtë në këtë besim. Pra vëllezër, dy element kryesor na tregojnë ose e bën njeriu që të jetë i qëndrueshëm dhe të jetë i drejtë në këtë besim. Pra të qenurit i drejtë në këtë besim do thotë një zemër e drejtë dhe gjuha e tij gjithashtu të jetë e drejtë. Ajo gjuhë e cila madhëron Zotin, falenderon Zotin, flet të drejtën, të vërtetën dhe shmanget nga gënjeshtrat, mashtrimet e çdo gjë e cila e devijon gjuhën, sepse kjo ka të bëjë me ndikimin në besimin e tij dhe ka të bëjë me ndikimin e të qenurit i drejtë në këtë besim. Kush janë ato elemente të cilët e ndihmojnë njeriu që të jetë i drejtë në këtë besim? Sepse të qenurit i drejtë në besim, ne kemi plot musliman, mashallah, që thonë vetes musliman, po nuk janë aty ku duhet, ose nuk janë të drejtë në besimin e tyre. Tjetër flasin dhe tjetër veprojnë. Prandaj Zoti xhelel xhelalu në Kur'an thotë, o ju që keni besuar, lime taquluna ma la taf'alun. Pse thoni atë që se veproni? Thotë është shumë e rëndë ke Zoti, thoni atë që ju nuk e veproni kurrë. Pra, tjetër tregon dhe tjetër vepron. Do thotë që besimtari duhet të jetë i drejtë. Dhe thonë dietarët nga gjërat të cilët e ndihmojnë njeriu që të jetë i drejtë në këtë besim, patjetër që e para është lutja. Lutja çelësi i hapjes së mirësive të Zotit xhelel xhelaluhu. Pra lutja është elementi që e lumturon dhe jep sukses njeriu në jetën e kësaj bote. Prandaj konsiderohet lutja si esenca e adhurimit, sepse njeriu i lutet Zotit xhelel xhelaluhu për të qenë i drejtë, se e di se këtë gjë ka vetëm Zotin në dorë dhe askush tjetër. Dhe vetë profeti alayhi salatu wasalam bante dua. Bante këtë lutje duke thënë, o Zot, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Zotim, forcoje zemrën time në besimin tënd. Pra, bëje zemrën time të jetë e drejtë në këtë besim. Pra, unë besova ty o Zot, po du të jem stabil, i qëndrueshëm dhe i drejtë.
Pra me kuptimin që unë kur talë para Zotit të jem ai njeri I cili kur e kam shpreh me gjuhë e kam pas dhe me zemër. Dhe kam vepruar aq sa kam pas takatin dhe me gjymtyr. E dyta është që e ndihmon njeriu të jetë I drejtë në këtë besim është dituria e dobishme. Pra njeriu duhet të lexojë, duhet të mësoj ose duhet të marrë pjesë ka ato ligjërime të cilët flasin dhe që e karikojnë besimin e tij, që të njohi se kush është feja që ta bëjnë atë njeri që të jetë stabil dhe të jetë I drejtë në këtë besim. Prandaj dituria është një nga elementet kyç që e ndihmon njeriu që të kuptojë të mirën nga e keqja, të kuptojë të vërtetën nga e kota, të kuptojë dobim dhe nga e padobishme ose e keqja. Prandaj dituria është ai element kyç që gjithmonë e mban njeriu të qenurit I drejtë në këtë besim. E treta që përmendin dietarët është njeriu do të jetë I kujdesshëm me shoqërinë që ka. Shoqëria është element ose është një nga elementet vendimtar për njeriu. Pra ai njeriu mirë nuk mund të qëndrojë me shoqëri të keqe. Po as njeriu I keq nuk qëndron dot me njëri të mirë, sepse ai keqi nëse qëndron me të mirën do bëhet I mirë, ose I miri nëse qëndron me të këqit do t'i përshtatet atyre. Prandaj njeriu do të shikojë që të gjejë njerëz që e rrethojnë atë dhe që ai kalon kohën me ta, njerëz të mirë, njerëz që e orientojnë atë ke mira dhe që e bëjnë të qëndrueshëm dhe të drejtë në këtë besim. Njeriu e ka amanet ta ruaj këtë besim. Po momenti kur ti shoqërohesh me njerëz jo të përshtatshëm, do të humbi shenjtëria e këtij besimit dhe do të fillojë devijimet dhe do vdesë sa njeriu Zoti na ruaj të largohet. Prandaj profeti alayhi salatu sallam thotë njeriu është me fenë e shokut të tij. Prandaj secili prej jush le të shikojë me kë shoqërohet. E katërta është që njeriu që të jetë I qëndrueshëm në këtë besim gjithmonë do ta mendoj momentin më kritik kur do dali para Zotit xhelel xhelaluhu dhe do ta pyesi për veprat e tij. Dhe çfarë përgjigje do t'i japi? Imagjinoje veten tënde se ti sot je para Zotit dhe Allahu xhelel xhelaluhu po të përgjigjet, thot: "O njeri, ti kam dhënë të gjitha mundësitë, kam dhënë të gjitha begatit. Je borxhli para Zotit fillim dhe mbarim. Dhe ti nuk ja lan dot kurrë borxhin krijuesit të gjithësisë. Dhe do të pyesi për ato që ti ke vepruar. Si do të përgjigje?" Pra kjo ndjenjë e mban njeriu që të jetë gjithmonë I qëndrueshëm në këtë besim, sepse Zoti sado e vogël të jetë veprimi, do ta pyesë njeriu dhe do ta shpërblejë për të. Prandaj thot Zoti në Kur'an, kush punon, thot, qoftë sa një grimcë e vogël ai do të shpërblehet, dhe kush punon, qoftë sa një grimcë e vogël e keqe, prap do të shpërblehet. Pra çdo gjë tek Zoti do të shpërblehet. Dhe kjo ndjenjë e bën njeriu që të jetë gjithmonë I qëndrueshëm dhe I drejtë në besim. E fundit që doja të qëndroja është nga gjërat që ndihmon njeriu të jetë I drejtë në besim është që ai gjatë gjithë kohës do të jetë I vëmendshëm, do të sakrifikojë dhe duhet të jetë I kujdesshëm që ta mbajë veten e tij në këtë besim. Pra, që do thotë, her pas here ai bën analizë vetes, her pas here e shikon ose I themi I bën skaner vetes. Qore kam një smundje sepse njeriu është I rrethuar nga shumë elementë që mund ta dëmtojnë atë. Nga nefsi I tij që gjithmonë nefsi anon nga e keqja, nga epshet e përditshme që gjithmonë e tërheqin, po gjithashtu nga shejtani I cili përpiqet që e lufton për ta devijuar. Pra ti gjithmonë je në ruajtje dhe duhet të jesh I vëmendshëm dhe vigjilent për veten tënde që të jesh gjithmonë në të qenurit I drejtë në këtë besim. Momenti që e bën, do thotë se njeriu do të jetë me lejen e Zotit I drejtë në këtë besim. Nëse e realizon, ka realizuar një nga detyrat që Zoti I lartë madhëruar ka kërkuar prej besimtarit. Prandaj lutim Allahun e lartë madhëruar të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët janë të drejtë në këtë besim, qoftë zemra jon, gjuha jon, gjymtyrët tona, dhe kështu të jemi deri në ditën kur ne ta takojmë Krijuesin e gjithësisë.